Njerëz internet sa YouTube-se, s'do mos ju qeni shikues ta një report, mbrëmja erdhi, jam në Prishtinë, jam në si në Baqa. Duhet jetë ora diku mesnat dhe festa në fakt në këto momente sapo ka filluar. Si është jeta e natës në Prishtinë? Do ta zbulojmë? Mirë mbrëma. Ja. Pse? Po kam ardhur nga Shqipëria që të bëj vetëm një pyetje. Si është jeta e natës në Kosovë? Nuk e di edhe unë sa jam marrë. Po për ty si është jeta e natës? Sa në orë. Mirë është. Po si keni ardhur, ku jetoni ju? Në Prishtinë. Po ne jemi në Prishtinë apo jo? Po. Si është jeta e natës në Është Prishtinë? shumë mirë se stash që po vjen, ai den krej. Ti e di shumë mirë si është jeta e natës në Prishtinë. Unë kam ardhur nga Shqipëria të pyes si është jeta e natës në Prishtinë. Nuk jetoj në Kosovë, nuk e di. Ku jeton? Nuk jetoj në Kosovë. Po në Tiranë ka ardhur ndonjëherë? Jo. Nuk e di si është jeta e natës në Tiranë? Halo jo, kom ardhur shpejt. Po ku jeton? Dalmen. Nuk jetoj në Kosovë. Po ku jeton more? Po sa shmanci? Si është jeta e natës në Prishtinë? Nuk Se është kam keq, ardhur nga mirë. Tirana, kam ardhur për këtë punë. Ju përgëzojmë për ardhin juve, po ikëm. A keni bëjet natë në Tiranë ju? Jemi të martuar. S'boni jetë natë ose jeni të martuar? Pse po largoheni ju? Sepse u krye. U krye çfarë? E pive? U pive? Jo, më pive? ras pak. Nuk Ke jam qenë në Tiranë ndonjëherë se unë kam ardhur nga Shqipëria të pyes si është jeta e natës në Kosovë? Maj mirë se në Tiranë. Po çfarë ka më të bukur jeta e natës në Prishtinë? Gjithçka. Po ma Ka, thuj. ka vajzat, ka djemt, Aha. ka gjithçka më të bukur. Ashtu ë? Pa. Çfarë dallimi ka? Dallimi undergroundit, Po? muzikës ma alternative, Po? edhe ma moderne. Do me thëmë Prishtinalit janë më modern se Po, Tirana. gjithsesi. Ti që qesh aty, hajde këtu. Pse? Shumë e drejtë është. Pa pyetur nuk i them asnjërit. Si është, po kam ardhur nga Shqipëria vetëm për kaq. Ani prit veç pak, çka kemi? Kam të pyet se kam ardhur nga Shqipëria për këtë punë. Ku është më e bukur jeta e natës? Në Prishtinë apo në Tiranë? Okej. Mu më pëlqen në të dyja, qofse veç du me ndru vend, se shpesh herë kur jeton vendin që jeton, Patjetër. pëlqen me ndru vend edhe Tirana më duket okej. Kur shkoj atje knaqesna, se shkoj veç Në një për atë vend mënyrë. tjetër, po. Po, në një Edhe mua vend po tjetër. pëlqen më shumë Prishtina që vi nga Tirana ndoshta. Po, edhe jeta e natës në Tiranë pëlqen, nuk është që nuk më pëlqen, në faktin që ndroj ambient, edhe sa i përket klubeve të natës, më duket që atje ka më shumë. Po të njëjtën kohë Prishtinë nuk më i mendru se këto ndihem Sepse je Prishtinalia apo jo? Po sigurisht. Po kaq të bukura sa ty janë Prishtinalia të gjitha? Janë. Besoj që Janë, po. është e vërtet. Dgjoj, nëse do vije një shenjë dallimi. Po. Çfarë ka jeta e natës në Tiranë që i mungon Prishtinës ose Anasjelltas? Domthon, kush është ndryshimi vetëm? Ndoshta më i me lidh këto pak me muzikë. Këtu është ka më shumë DJ, edhe ata që vinë nuk është komercializëm, ka për gjitha stilet. Kurse në Tiranë ka vetëm një stil. Që se marrim muzikën hip-hop, në Tiranë mungon më shumë, ndërsa në Prishtinë është më shumë më shprehur. E kuptoj. Ose muzika elektronike këtu bëhet një përzgjedhje më ndryshe e DJ-jave. Ka alternativa në Prishtinë po thua? Jo që në Tiranë nuk ka, ha? Jo, nuk mund të them që nuk ka edhe në Tiranë, po përzgjedhja e muzikës mu më pëlqen më shumë Prishtinë. Unë kam ardhur nga Tirana me pyet si është jeta e natës në Prishtinë, më e bukur se në Tiranë? Se di që është në Tiranë. A s'ke ardhur në Tiranë me bëjet natë? Jo, s'kam. Pse? Kur? S'dis. Po kush është dallimi, ma thuaj, atë lutem ktheu pak, se ti që ke modern kështu me flok gjata. S'ka dallim. Unë i kam dikun 56 vjetë. Po? I kam 3 djemë edhe Mashallah se... e kam një vajzë, vetëm në vajzë, e kam grunë time. I mban shumë mirë mbi supe gjithë këto vite. Kam marrë me vizitu nanën edhe kam rastis me disa shokë. Po kur vjen në Tiranë, kush mendon se është dallimi midis Prishtinës dhe Tiranës? Nuk shoh dallim. Asnjë, jemi një, ha? Ma shumë se një. Më shumë se një. Infinit. Infinit, sa bukur, faleminderit. Bëf shef sot. Edhe nuk e para pëlqej këtë. Dallimin me e bë. Ha? E kom fshi prej leksikut dallimin. Edhe prej hartës. Prej hartës shumë ma herët. Po jo në hartë, duhet me fshi Në këtu. zemër. Në zemër, Edhe e në pak ma mendje. shumë në kokë. Nga Tirana jeti? Jo, nga Prishtina. Shiko, ku është më bukur? Po kam marrë nga Tirana unë. Po unë, a të gjeni tjetër më. Po
pse more? Po s'kam dëshirë. Po kush më bukur jeta natës në Prishtinë apo në Tiranë? Vetëm kaq më thuaj dhe ik. Po ku është mirë aty bët neja? Ku është mirë aty bët neja? Ku është mirë thot, aty kam ndërmend të qëndroj. Mirë shumë. Se të mora kështu se ishe shumë seksi, edhe kështu që nuk mund të lija të ikje. Tani më thuaj pak, ku është më e bukur jeta natës, në Tiranë apo në Prishtinë? Shiko, është nëci të ma bëni këtë pyetje. Je shumë e bukur, kështu që ktheu aty të çofë njerëzit. Po, patjetër, jeta e natës në Prishtinë, pa diskutim është shumë e mirë, ama mua me ka pëlqyer shumë edhe në Tiranë. Isha para 2 javë dhe në Mumia Club isha dhe kalova qaste shumë të bukura, kështu që kam përshtypje shumë të mira, se atje bëhet më mirë. Po kush është dallimi që atje është më mirë se këtu? Dallimi se atje zgjasin më shumë, dhe më thonë, në orët e vona. Po pra këtu në orën 1:30 filluan tike njerëzit, pse kështu? Po kjo është si një klub i vogël, tani vazhdojnë në diskotekat më të mëdha. Ku do shkosh tani ti? Tani do ikin në megahertz, atje ku bëhet nami. Ashtu. E bërë edhe reklamën ishe që ishe. Patjetër, dhe Tirana me pëlqen shumë edhe gjitha klubet. Moj po ti ike dhe bëj namin, po punë madhe fort. Edhe ke Amsterdamit pëlqen Tirana? Edhe Amsterdami, Folia, Lollipopi. Do të thënë kjo vajza nga Prishtina jeti? Po. Kjo vajza nga Prishtina shkon dhe në Mumia Club, shkon edhe te Amsterdami. Që të gjitha i ka vizituar dhe për të gjithat kam shumë përshtypje të mira. Kush të pëlqen më shumë, Mumia apo Amsterdami? Se Amsterdami është tallava. Mumia pa diskutim, lutem. Në Amsterdam ke shkon fundin tallava, Ashtu. Vjen mirë, faleminderit shumë. Ti që më shumë kinge, mashallah o zot. Me vjen mirë, kaloj janë i bukur. Ciao, çdo të mirë. Kam ardhur nga Shqipëria me mësu ku është jeta natës më e bukur në Tiranë apo në Prishtinë. Që unë kam bërë gjithë atë rrugë. Prishtinë. Pse? Se në Prishtinë që shoku tjetër me ato në intervistë. Po pse më çfarë problemi ka? Më thoshë pyetje kaq thjesht. Po në Prishtinë është më mirë mendoj. Po pse? Se në Shqipëri, s'po di, në Shqipëri ka ma shumë vende, këtu është vendi më i vogël edhe i dim vendet ku janë. Ku ishe? Në Simbashe. Këtu ishe, Simbashe. Pse po ikën në shtëpi? Po, jo më lodh të ditën të punu. Dgjoj, ke qenë në Tiranë se unë kam ardhur nga Shqipëria me pyet ku është jeta natës më e bukur, në Tiranë apo në Prishtinë? Kam qenë në Tiranë, po nuk jam dalë në klube. Pse? Në restoran. Sa është e kum pas punën. Po çfarë të pëlqen midis Tiranës dhe Prishtinës ose kush është dallimi që bën? Po se di njerëzit, vajzat, kështu menoj. Njëjtë. Vajzat janë më të mira thua? Në Tiranë. Po njëjtë. Njëjtë apo jo? Thuaj të vërtetën. Se di, në Tiranë. Tiranë janë më të mira femrat. Juve hyt apo dolët? Po, no, nema. A mos e kam ardhur nga Shqipëria, ç'është kjo nema? Po s'din këto se Gjerman janë. Po pse nema thon gjermanët? Stërpesh po vola. Dgjoj, ju po hyni apo dolët? Jo dolëm. Po ku po shkoni? Ku po shkojmë se di mas vetë vëllai. Po lihet se ikum se Jo, s'kena vetëm një kohë. pyetje se kam ardhur nga Tirana me bë vetëm një Urna. pyetje. Ku është më e bukur jeta natës, në Prishtinë apo në Tiranë? Si? Ku është më e bukur jeta natës, në Prishtinë apo në Tiranë? Vallai, se di çfarë më thon. Se? Që të kallzon ajtë gjek. Kallzoj. S'ke qenë? Jo, kom qenë në Tiranë, po s'pe di çfarë më thon. Po ti ke qenë në Tiranë? Në Tiranë, po si jo. Po ku është më e bukur jeta natës, në Prishtinë apo në Tiranë? Se për këtë punë kam ardhur nga Vallai që thash me të kallzu drejt është njëjtë. Ku të shkojsh, edhe në Tiranë këtë u bë njëjtë tash, edhe në Tiranë. tash është një. Po, një. Nuk ka dallim, ë? Nuk ka dallim, ka, Po femrat ku janë më bukur femrat? Femrat. Po tash sot i çam me thon, ngjen zon pyetje të palakmueshme. Pse? Se edhe atje ka të bukur edhe këtu edhe njëjtë. Ku po shkon? Nuk të kallzoj. O vajza, kam ardhur nga Tirana me bë vetëm një pyetje. Lutem, nuk jam për asnjë përgjigje. Nuk jam. Jo, unë kam një pyetje, kam ardhur nga Tirana vetëm për këtë pyetje. Jeta natës është më e bukur në Tiranë apo në Prishtinë? Në Tiranë. Pse? Se unë e du Tiranën, jam i Prishtinës. A, je i Prishtinës dhe do Tiranë? Po normal. Po femrat? Jam i Kosovës e du Shqipninë, edhe femrat i du Tiranës. Edhe unë që jam e Shqipërisë du më shumë të Kosovës. E di. Po që kjo është. Po kjo është gjë shumë e mirë. Po normal. Po pse s'bashkohemi ne? Jemi një. Po pse po na jemi një. Po na jemi një, po kalojmë kufirin. Edhe i kemi dy krena. Edhe kjo është shumë vërtet. Po dëgjoj, po femrat ku janë më të bukura në Tiranë apo në Prishtinë, ma thëse këtë dhe. O femrat shqiptare janë të bukura gjithka. Gjithandeja, si thonë. Edhe kthej dhe andej. Edhe kthej edhe andej. S'po ma thu ku po shkon, ë? Jo. Gëdamen, ne? Kom ta me. Natën po fshef. Faleminderit gjithashtu. Mbrëmja nuk kam mbaruar akoma, ama deri tani është fakt. Jeta e natës në Tiranë
Është në qik më e bukur. Po pse po shkoni mi? Pse u përfundoj. O goca, po nuk keni gjunaf për mua, kam ardhur nga Tirana të bëj një pyetje, mos ikni kështu. Ku është më e bukur jeta natës, në Prishtinë apo në Tiranë? Për mu në Prishtinë. Pse? Pse Prishtina më pëlqen, është qyteti im. Po ora është 1:30 dhe ju ikët. Po, për ne është mjaft. Ne ishim në koncert, tani vazhduam këtu pak në... Ku ishit e Elina Duni? Po, te Elina. U knaqës? U knaqëm. Bukur, a? Po, shumë bukur kaluam. E, po dhe Elinën e kemi tonën e të Shqipërisë. E di. Shiko, ke qenë në Tiranë, ke qenë në Shqipëri? Po. Ke bërë jetë natë atje? Po, vetë shumë a herët. Para sa kohë? Para 5 vjetë, 7 vjetë. Dhe mendojnë që në Prishtinë është më e bukur, a? Po, në Prishtinë është ambient më shpesh, kështu që këtu më pëlqen më shumë. Frekuenton më shumë? Po. Prishtina lije jeti? Po. A të bëj 2 pyetje? Po afrohuni pak me pse bëni kështu? këtu vajzat. Po jo më jo, ktheuni në çik se kam ardhur nga Tirana vetëm për juve. Vetëm për neve. Për të gjitha vajzat e Prishtinës edhe për të gjitha vajzat e Kosovës. Okej. Edhe për djemt, ju gënjeva. Shiko, ku është më e bukur jeta natës? Keni qenë në Shqipëri ju? Po. A ju pëlqen më shumë në Shqipëri, arktohesh më shumë në për klabe apo në Kosovë? S'po di, tash... Se di, në Shqipëni është ma ndryshe se një kërkon. është ma... Më e gjallë? Nice, po. Më nice Po, është në Tiranë. po. Po ti si mendon? Unë s'jom kuon atje. Asnjëherë? S'kom dalë. Na ka humbur Shqipërisë një vajzë kinge si puna kësa. Po a bën shumë jetë natë, a del shpesh? Po. Dejti kon. Po. Po ke dëgjuar se ç'bëhet në Shqipëri kështu me jetën Disco natës? box, kom një që është shumë mirë. E, po. Nami është. Nami është Po atje ikën në Shqipëri, do me thënë në Tiranë, ikën nga klabi në orën 7 të mëngjesit, jo kështu si këtu. Që s'ka shkuar. Këto deri në 10. Ku po shkoni tani? Në Shalter. E çfarë është kjo? është një Për ne të Shqipërisë si klub. Klub. Ma i vogël se Bashja. më i vogël se Bashja. Goca, po ju ç'mrrini aty? Hajdeni këtu një herë. Është ftohtë, ë? Po sta tashi në Prishtinë bën çik më ftohtë se në Tiranë. Moj ti, po pse ikën ti mi? Hajde, prap, hajde. Dëgjoj. Ua sa kinge që qënke. Shiko, se unë jam mësuar që në Shqipëri femrat janë shumë të bukura. Erdhi kjo prap. Hajde këtu ke krau tjetër. Hajde këtu nga krau tjetër. Më fusni mua në mes, ç'bëni kështu tani? Ashtu, bravo. Shikoni tani. Me ty e kisha, po ti ke qenë në Shqipëri? Kam qenë, po s'kom qenë... Ke bërë jetë të rregullt, ë? Po pse? Je martuar? Pas rast, jo, po s'kom pas rast. Po pse? Me kë ke ardhur? Ke ardhur për me për plazh, më duket. Vetëm për plazh me familjen ke ardhur me? Po. Shiko, po lëre mamin dhe babin në shtëpi ndonjëherë dhe hajde të bësh jetë natë. Duhet. Duhet. Shiko, kush është për juve një mbrëmje që keni kaluar jashtë, një natë që keni kaluar jashtë e keni bërë qef që sa harroni? Ti, për shembull, këtu në Prishtinë. Sonte. E të mërshme, sa e mërzitshme që nga jeta e natës në Prishtinë. Po në qofë se sonte ishte nata më e bukur dhe në orën 1:30 ju pa pirë akoma asgjë, po ikni, atëherë më vjen keq, po. Na po vazhdojnë, a nuk po ikim. Miropafshim goca. Mirë mbrëma. E po se unë tani kam ardhur nga Shqipëria vetëm për me bë 2 pyetje. Fal ju. Pse? Ke qenë ndonjëherë në Shqipëri ti? S'pas ka qenë. Ktheu në çik se pas ka dhe flokët e gjata moderne kështu. Mirë, rrim mbrapsht kështu. Ja rrim të dy mbrapsht edhe nuk na kap kamera. Dgjoj, ke qenë në Shqipëri? Po, shumë herë. Jetë natë ke bër? Po? Ku është më e bukur jeta natës? Në Shqipëri apo në Kosovë? Pa e për mu në Shqipëri. Po, Pse? pse është ndrem për mu. A, nga që ke ndru? Po. Po shiko, ku po shkoni ju tani për shembull? Megahertz. Do me thënë, do e vazhdoni mbrëmje, nuk është se po e mbyllni, ja? Jo. Po gocat ku janë më të bukura? Gocat. Po, Shqipëria në Kosovë? Po më duke që ka dha ti edhe këndej, ka gocat bukra. Po shqiptarja dhe andej dhe Përgjithësian, këndej. po. Ne jemi një. Çuna, goca, djem, vajza, burra, gra, çfarëdo që t'jeni, pothuajse parti ka mbaruar. Ky është Mirjani. Mirjani ka shumë vite që bën baristin si në Shqipëri, tani edhe në Kosovë. Jemi si në Baçe në Kosovë. Parti pothuajse mbaroi, po ora nuk ka vajtur akoma 2. Ka shpejt iki në Prishtinë, Prishtinalit ose kosovarët në përgjithësi. Nuk e di, janë pak ndryshe në Tiranë sepse këtu lëvizin në shumë klabe dhe këtu fillon herët edhe mbaron herët.
fillon më herët. Për Po, kur sigurisht. dalin kosovarët ose shqiptarët e Kosovës apo prishtinalitë bëjnë jetë natën? Çfarë ore? Por, Sot është e shtunë, duhet ta theksojmë edhe këtë. shiko, Në Tiranë njerëzit të shtunën shkojnë minimumi në orën 5 dhe maksimumi në orën 7-8 në shtëpi. jo, minimumi është ora 7, maksimumi është ora 11. E kjo është Jo, shiko, ideja e barit, ata të fundit fare në orën 11. ideja e Cine Baxhës është që është cocktail lounge bar edhe këtu është për warm up, disi për warm up për koktele. Vinë për nxefje këtu dhe shkojnë vend Po, tjetër. po. Gjithë ideja e Cine Baxhës është warm up-i. Tani, do më nxefësh pak mua ati, se nga që deri tani po punoja unë, Po. dhe po merja dhe intervista prishtinalive dhe shqiptarëve të Kosovës në përgjithësi. Atëre nuk pata kohë që të pi për vete. Dhe Mirjani bën ca koktejla, nona fare. Po. Tani dua një për vete, një për Ledjon që është kameramani. Po. Unë do t'i bëj 2 koktele që unë jam duke ja shitur ose jam duke ekspozuar te Martini edhe pretendoj të marrë çmimin e parë në botë për koktelin që do i bëj juve. Morët vesh. Këto janë... Kjo është ginger. Unë kam bërë kam bërë një zgjedhje shumë të mirë midis gingerit, mentes edhe vodkës. E ke shpikur vetë këtë koktejl. Nuk e kam shpikur, është një recetë e imja. Po pra. Gjersa është jotja, është një... Shpike, po, okej, mund ta gjejmë shpike. Mirjani, sa vite ke ti që bën baristë? Diku te 7 vjetë e gjysëm, 8. Shiko, më erdhen këto njerëzit mua, këtu ti vazhdo punën. Where are you from? Oops, Canada. Canada, and what do you do here? I work at Keyford. Okay, so can I make you just one question? Have you ever been in Tirana? Yes, many times. Do you like the nightlife here in Pristina or in Tirana? Actually, I love them both, especially the square in Tirana. The block, they call it the block. Okay, the block. The block is very good there. There's the block. Oh, come on. I mean, take it away. Ai jashtëmi që intervistova tha që gjithsesi është më e bukur bloku në Tiranë, a? Mirjani, sa ke ti që punon në Kosovë? Unë kam që në shtator, i bje diku te 7 muaj. 7 muaj që punon ke Cine Baxhe? Po, Të mungon Tirana? më mungon. Por edhe këtu jam adoptuar mirë, nuk është jam adoptuar keq profesioni, gjithë njerëzit vinë thojnë më bëj një koktel të veçantë apo më bëj një koktel që di vetë, e kupton? Edhe janë mësuar. Mos ndoshta këta shqiptarët e Kosovës janë më të kulturuar të bota barit se sa ne. Se ne i fusim një Ferrari, kaq dim, gocat sidomos. Jo, është gabim. Shqiptarët e Kosovës kanë dalur edhe janë të civilizuar në botën e barit, por në Shqipëri ka hyrë shumë bota e koktelit, edhe në Shqipëri është shumë i përhapur kokteli dhe njohin shumë më mirë koktelet sepse këtu. Morët vesh. Tani Mirjani është nga Shqipëria, prandaj. Jo, s'ka lidhje. Këtu është i vetmi bar në Prishtinë që bën, ne kemi një menu që përmban rreth diku te 120 apo 130 koktele. Edhe këtu vinë gjithë që i provojnë edhe... Tani me surpres të provoj këtë unë. Tani ti the që hodhe ginger dhe kjo gjethja duhet të mente. Edhe mente, po. Të që da jetin të limoni. Limoni? Po. Sepse nata ka qenë shumë e gjatë edhe me shumë koktele. Shumë e gjatë nuk ishte, se ora është 2 dhe në Tiranë mbrëmja mbaron orën, si thamë. Po, për në Prishtinë është. Ndoshta e keni filluar në E kemi filluar herët, po. Edhe këtu i bie gjatë që të fillon herët dhe mbaron herët. Sepse këtu, shiko, dallimi midis Prishtinës edhe Tiranës është që në Tiranë njerëzit dalin çdo fundjavë thua? Jo, edhe këtu dalin çdo fundjavë. Njerëzit në Tiranë dalin në një vend edhe maksimumi shkojnë dhe në një vend tjetër. Kurse këtu shkojnë në 3, 4 apo 5 vende. Lëvizin gjatë gjithë natës. Lëvizin gjatë gjithë natës. Dhe kjo është problemi që jo në çdo vend bëhet atmosferë dhe mungon atmosfera në çdo vend me pak fjalë. Okej. Çfarë hodhe ti tani? Vodka? Kjo është vodka. Kemi edhe ginger, lëng limoni, vodka, mente. Do jedhim dhe pak shurup sheqeri. Shurup sheqeri? Po.
Pas ka mbaru? Pas ka marrë, po do ta shtoj me pak sheqerkane, e njëta situatë është. Po më ngjan pak me mojito. Jo, nuk është mojito, është shumë... Mojito bëhet me rum, nuk bëhet me vodka. Po... Shurup ananasi. Ky është një koktel që unë në Tiranë si në shtëpia, ku kemi pas punuar, kanë pas 2 sommelier me 5 hyje, nga njëri ka qenë nga Kalifornia, njëri ka qenë nga San Diego, edhe kur kanë bërë koktelin më ka thënë që edhe ajo ka qenë primarja, kur ata më ka dhënë kurajën që unë të filloj gjyqin, të marrë patentën e koktelit, ata më ka thënë që ke bërë diçka që është shumë e veçantë. E ky ishte Mirjani shumë modest në këtë moment. Jo. Shiko, Mirjani, vërtet, për te shakave, tani ti po bën vetëm një koktel, po unë dua dhe për Ledi, Ledi është kameramanim. Jo, këtu janë 2 koktele. Po ty të duket sepse gotë shekerit... Okej. Sepse ti ta sarë mësuar me godat më dhaja. Okej. Mirë. Ti dhe shëtoj që s'kam mbaruar akoma, Dasara bëhu pak më e durushme. Më e durushme, jo, Dasara asë që s'duron, kështu që... Unë me Mirjanin jemi prej sa vitesh në... 2005 ose 2006. Ka qenë një njofje shumë e veçanta, këpëton, dhe krya të tërgoj njerëzve që... Tani të bëj pak reklama sa agjencisë time të punësimit unë dhe të them që ti e një nga ata njerëzve që... Unë kam qenë duke ecur, nuk e maj me në rrugën, po diku afër 21-shit. Nuk e qenë ka që shëndosh, ke qenë... Jo, kam qenë... dobët dhe për rjedhoj ka qenë shumë simpatik. Vazhdoj të jem simpatik, Shiko, tani e shëndoshur pak, po mos ja themi njërë. Edhe kam pas një palë pantalonat modës në atë kohë që ishin kështu si të rëna, edhe Dasara vjen, çuni, një sekundë, po, i thëmëna. A do të punosh te mumja? Wow, i thëmë. Po dua. Edhe aty fillon karriera ime. Si punonjës në lokal, fillove si kamarir? Fillova si kamarir, 1 muaj, pastaj kalova djerë. Mbaj mend që më patë thënë, unë e kam ëndër të punoj me Florin e mumjes. Po, unë kam që në 2006, 2006 ka qenë. Në mumjen që ka qenë te piramida në atë kohë? Piramida, te mumje vjetër, që i thonë, vazhdova aty dhe Flori, si duket i pëlqeva si çuna. Jo, mua më bëhet shumë qefi. Pëlqeu puna ime dhe vazhdoj që atë kohë, unë vazhdoj punoj me Florin akoma. Ai ka besim te unë edhe kështu që... Shiko, më kanë akuzuar shpesh që mashtroj, marr njerëzve dhe nuk i fus në punë, aty e shembulli. Do përfitoj nga programi im, ti them njerëzve që... Jo, ai ka gabim. Ti them njerëzve që ka dhe nga ata që... Për shkakun... Shiko, unë mund të kem qenë arsye që Dasara ka hapur agjencinë. Morët vesh? Jo, është e vërtetë, unë te mumja ka qenë... Kam qenë në fillimet e mia, është e vërtetë në 2006. Ka qenë dhe rasti i Bulevard Kafes, më duket. Po, mirë, nuk diskutohet, pastaj ke punuar shumë në shumë vende pune që të kam gjetur. Sigurisht. Shumë morët vesh. Keni besim te Dasara, të marr 2 goda të lutem. Mos jo. Shiko, më kanë thënë që ky fruti, si e ka emrin ky? Fizales. Më kanë thënë që ndikon shumë për të rritur dëshirën seksuale. Nuk e di. Ti ha shumë kështu? Jo, unë thjesht e shërbej. Dëgjoj, nuk bën mirë të thuash kështu, se kjo do të thotë që ti s'bën shumë seks pastaj. Jo, s'ka lidhje. Shiko, me të vërtetë, duke qenë shumë simpatike kështu. Ke gjujtje të vazhdueshme apo? Shiko, gjujtjet janë... Edhe a gjuajnë femrat në Prishtinë? A gjuajnë femrat në Prishtinë? Nuk e di, t'janë gjujnë ndryshe. Si gjuajnë në Tiranë, të lutem, dhe kjo është shumë e bukur. Si gjuajnë femrat në Tiranë dhe si gjuajnë femrat në Prishtinë? Jo, këtu shko, në Tiranë janë më të hapura, janë më... Më të lira? Më të lira, normal. Mos janë më rrugaçe? Jo, s'ka lidhje, ndoshta janë kështu, open mind. Kurse këtu janë shumë të ndrojtura. Kam dëgjuar nga Prishtina Lit që thonë që në qoftë se një femër të pëlqen apo këta di unë, në qoftë se merr makinë thonë, do të shtrihet aty brava së ndilës, si në 97. Do me thënë mos ta shofi njëri. Kjo tani ishte një... Ky është kokteli Rëmi Style. Rëmi Style është me fjalë stili mirit, aty të si në shtëpia ka lindur ideja kësaj dhe miri, rëmi, si që flasin çunat në Tiranë, në kupton? Rëmi. Rëmi mëshu. Rëmi mëshu. Rëmi mëshu.
Ne po shojmë koktelin unë edhe kameramani Ledio, urdhra, edhe të bëf të mirë. Edhe Mirjani të lumë shënduart, më gëzuar Ledio. E mirë, pak e fort, Shiko, në përgjithësi unë preferoj kur porosis një koktel të jetë i ëmbël, egzotik dhe të godasim. Edhe kjo është fiksash. Shiko, është një koktel që ka shumë, mund t'jetë dhe egzotik, për arsye se kjo ka ananas, ka mende, ka ginger, ka dhe vodka, ka dhe martini. Mirjani, për ta mbyllur, përveç, më falë se të ndërpërë. Përveç se ka çdo koktel lëngun e limonit edhe shumë në sheqerit. Mirjani, dua ta mbyll me një mesazh si një djalë që bën baristin, e ke bërë në Shqipëri dhe tani ke ardhur ta bësh në Kosovë, për të rinjt që frekuentojnë jetën e natës në Tiranë dhe ata në Prishtinë. Çfarë do t'i thoje ti me kaq eksperiencë ke? Atyre të Tiranës dhe atyre të Prishtinës. Atyre të Tiranës. Të thoja halal në una. Jo, atyre të Tiranës, jo, dhe atyre të Prishtinës, sepse të Tiranës, të Shqipërisë, të Shqipërisë, sepse ne jemi gjithë shqiptarë. Edhe ti se nga Tiranës, unë jam nga Tirana, kështu dem baba dem. Unë do të thoya faleminderit që zgjedhin pin koktele. Të dyja palëve? Po, të dyja palëve. Në një këshill, nuk ke kështu? Një këshill. Atyre të Tiranës do t'i thoja që me shocat mos abuzoni shumë. Atyre të Prishtinës? Atyre ta abuzoni sa më shumë shoca. Pra janë më të pakontrolluar dhe më lëshojnë më shumë veten ata Tiranës dhe mirë, kjo është një gjë e mirë inshallah, besoj për Tiranën. Jo, problemi është që një fundjavë kur del, harron punët, harron hallet. Mirë është që të lirohesh, është shumë e vërtet. Mirjani, faleminderit. Përshëndetje pak gjithë ata sepse unë këtu kam ndërmend edhe të mbyll programin tim. Faleminderit.